që shikon drejt. Mirë është me më panë sy, po ka do ditë si tu më panë sy. Tani merru me Kristin me akuzat që bëjnë Kristit. Ja tha Gjenjës, persona që kanë ftyrë, i shikojmë Kristin. Jo, unë kam ftyrë me folë gjithë, nuk e kam problem fare. Ti brikene ke tregu vetën tane me mu. Po ti qa ke bërti? Ti e ke tregu. Kurse Kristi merret me komentusin e gjithë situatave dhe shpifjet. Shpifjet po. Shpifjet po. Ju jeni më të mirët me shpif me bo. Situata si kur doni ju mi bo. Të pam në klip. Okej, është një fakt. Është një fakt. Ti nuk mund të komentosh e të mohosh i fakt. Nuk mund ta mohosh. Unë i ri pozicionit tim që kam thënë. Se kam problem fare. Dhe në momentin që pastaj gjitha takohen dhe flasin për ato që ai thot ty, kush e shpiku këtë gjë? Nga doli kjo gjë, nga e mendove ti domethënë që i thete dhoma rrëfimit. Kush ta tha si gjë? Po vajzë dashur, është shumë e thjeshtë logjika ime. Sikur ta tha, isha këtu moj, Okej, e çapeti. Sikur ta tha. Edhe ne ishim këtu kur ai tha dashnore. Unë e pash me sytë e mi. Edhe ne dëgjojmë me shëtan. Jo, se du të ti dëgjove me shëtan, ti ke dëgjuar. Ti e Kristi, po ti ai që thot fjalët e tjerëve. Kjo është diferenca mes meje te jo Krist. Ti thu fjalët e tjerëve, ti përsërit fjalët e tjerëve, do t'i shikosh me synin tane, me kokën tane. Okej? Ti jetu përdor një situatë që ka shpif Baby G, vazhdo e përdore, në rregull, detyra ime është me mbrojt veten time deri në fund, nuk kam problem fare as të bëjnë intereson. Po çfarë më intereson? Më intereson mu të reagoj sepse ti do që të reagoj. Po tani pse po reagon? Nuk ekziston. Unë kam reaguar gjithkohën. Gjithkohën kam reaguar, gjithkohën do reagoj. Gjithkohën do reagoj as më intereson fare. Tani merruni bashkë, merruni vetë, erdhe komentoni Alesion me Brikenën. Vazhdoni. Hajde, ik tash. Ta dash, jepi, komentoni, hisu dhe Alesion, ta komentoni Brikenën. Tani Ina me Gretën të merren me njëna tjetrën. Hajde, çao. Vedi pse po bën llazore në kote dhe as i gjë s'ndrit. A kupton? Paktën kishte ndrit në gjë. Tash aty ku është në rregull është. Po fol kot. Shumë mirë ajo atje më. Llafe koti. Atë pa shumë është fiks. S'është më ajo. Thjesht po llazore. Njerëzit e humbin edhe fillin e muhabetit se çfarë kalosh mbi trupin tim të vdekur tha, mbi trupin tim kalon ti tha për tankuar Roger. Këto janë deklarata të forta vëlla. Po, sa ai do të tregojnë këto apo jo? Nëse del ajo prej ne unë, e kupton ti, nëse del kjo prej me, për këtu tha dal dhe unë. Kush ai që ka artu? Aman, o zot, o zot. Ai e mbron me jetë, do të falë çmimi, do të çojnë finale, ajo i thot mbi trupin tim. Po këto janë lidhje të forta, si thot kush këtu brenda për ajo i thot o dashnore, ha i thot ajo. Po. Së reagon fare. Unë e koni shtu me veshtëmi, unë e koni me veshtëmi qëto, shqyqy që je i martu, mësë më të shekoni martu me ti që atë kësha bone ty. I tha ajo? Po, shtu. Qyqë. Ama ja, fut kot. Pasha, zotën po. Po me ve pasha që dritë mi që rëpë. Jo, shtu. Së rajën e bo, këtu ka kamera. Që, vazhdojmë.